Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha është paraqitur sërish në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje. Berisha sulmoi sërish gjyqtaren e hetimeve paraprake Irena Gjokën duke kërkuar shkarkimin e saj, duke etiketuar si delekuente dhe me 5 mbiemra. Kreu i Partisë Demokratike tha se Gjoka është në detyrë në shkelje të kushtetutës dhe se për këtë janë drejtuar me një kërkesë KLG-s për shqyrtimin e mandatit të saj. Sipas tij, Gjoka do të duhej të ishte shkarkuar dhe në hyrjen fuqi të ligjit të dekriminalizimit për shkak se ka fshehur dënimin dhe dëbimin, por mbrohet nga kreu i SPAK Altin Tumani, prokuroria e përgjithshme dhe KLG-ja. Shteti, narkoshteti, është shteti i Irenës me 5 mbiemra, i Troplinit dhe Troplinëve të tjerë. Ndaj dhe ju lutëm sipas dëshirës të ndiqni këtë deklaratë sot. Pra, ky është shteti i Irenës me 5 mbiemra që vazhdon detyrën në shkelje flagrante të kushtetutës dhe ligjeve të vendit. Për sa më sipër deklaroj se ne kemi bërë kërkesë pranë KLG-s për konstatim në marrimit mandatit të Irena Gjokës për shkak se kur ka marrë mandatin nuk ka patur kriteret përcaktuara në ligj për të qenë gjykatëse, pasi kishte një vendim penal që kishte marrë formë të prerë. Që kjo delinkuente që fshihet nga Altin Troplini, nga prokurori i përgjithshëm, nga kryeinspektori i përgjithshëm që thotë se nuk na ka njoftuar dhe thotë një pavërtet të madhe, po duket punojësit e tij ja kanë fshehur dokumentat. Pra, kjo qëllon në detyrë duke shkelmuar kushtetutën e vendit, duke shkelmuar ligjet me 3 pesta që diktojnë asaj largimin e menjëhershëm për veprat që ka kryer. Mëtej, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha sulmoi kryepolisin Ilir Proda pas arrestimit të avokatit Uljan Bajrami pas debateve me prokurorin në sallën e gjyqit në Elbasan. Berisha tha se ky është terror që po ushtrohet avokatëve që të mbyllin gojen në sallën e gjyqit.